Zbulohet e fsheta e madhe e Valbonës dhe Jozit, pas shumë spekulimesh dhe dyshimesh nga banorët dhe publiku, më në fund ka dalë në dritë e vërteta, Valbona dhe Jozi kanë qenë të lidhur më parë. Të dy kanë mbajtur këtë histori të fshehtë që nga fillimi i spektaklit, duke mos e treguar askujt dhe duke u munduar ta shmangin këtë temë sa herë që dikush i pyeste për marrëdhënien e tyre. Madje, ata kanë vepruar sikur mes tyre nuk ka pasur asgjë, duke luajtur rolin e miqve të zakonshëm dhe duke mos dhënë asnjë shenjë që do të ngrinte dyshime. Por, siç ndodh gjithmonë, e vërteta nuk mund të mbahet e fshehur për shumë gjallë. Banorët kanë filluar të vërejnë disa sjellje të çuditshme mes tyre, vështrime të sikletshme dhe momente kur dukej sikur po përpiqeshin të shmangnin njëri tjetrin. Deri më tani, ata i kishin kaluar të gjitha dyshimet me justifikime dhe duke u tallur me pyetjet e të tjerëve. Por tani, gjithçka ka dalë në shesh. Një bisedë e dëgjuar aksidentalisht nga disa banor ka bërë që sekreti të mos jetë më i tillë. Valbona dhe Jozi janë detyruar të pranojnë se dikur kanë qenë në një lidhje, por për arsye të ndryshme kanë vendosur ta mbajnë të fshehur këtë gjë brenda shtëpisë. Nuk donim që kjo të ndërlikon të lojën tonë këtu brenda, është shprehur Valbona, duke tentuar të shpjegojë situatën. Ndërkohë, Jozi është përpjekur të justifikohet, ishim dakord që të mos e përmendnim, por ja që gjërat nuk shkojnë gjithmonë sipas planit. Banorët kanë reaguar me habi dhe disa prej tyre janë ndjerë të tradhtuar nga kjo fshehtësi, duke i akuzuar se kanë manipuluar situatën për të përfituar në lojë. A do të ndikojë kjo zbulesë në marrëdhënien mes tyre dhe me banorët e tjerë? Dhe më e rëndësishmja, a është kjo një histori e përfunduar apo mes tyre ka ende ndjenja? Spektakli sapo u bë edhe më i tensionuar. Rozana largohet nga shtëpia dhe lë garën pas një debati të ashpër me Gertën. Një situatë e tensionuar ka ndodhur brenda shtëpisë, duke sjellë një nga largimet më dramatike deri më tani. Rozana ka vendosur të braktisë lojën dhe të largohet nga shtëpia pas një debati të zjarrt me Gertën, i cili eskaloi në mënyrë të papritur. Gjithçka nisi kur Gerta dhe Rozana u përplasën ashpër gjatë një diskutimi, i cili fillimisht dukej si një debat i zakonshëm, por më pas u kthye në një përplasje emocionale dhe të mbushur me akuza të ndërsjella. Tensioni mes tyre kishte qenë i pranishëm prej disa kohësh, por këtë herë situata doli jashtë kontrollit. Mjaft. Nuk mund ta duroj më këtë lojë. Nuk kam ardhur këtu për të përballur me kaq shumë negativitet, u shpreh Rozana me zë të lartë, ndërsa u ngrit në këmbë dhe filloi të mbledh gjërat e saj. Banorët e tjerë mbetën të shtangur, duke mos e pritur një reagim kaq të fortë prej saj. Gerta, nga ana tjetër, nuk e ndali debatin dhe vazhdoi ta provokonte Rozanën, duke e quajtur atë të dobët dhe të paftë për të përballuar lojën. Nëse nuk duron dot, atëherë largohu. Nuk të ndalon askush, i tha ajo me ton sfidues. Ky moment e bëri Rozanën edhe më të vendosur për të marrë një vendim drastik. Pa u menduar dy herë, ajo u drejtua drejt derës, duke refuzuar të dëgjojë çdo përpjekje nga disa banorë që tentuan ta qetësonin. Unë nuk rri më këtu. Kjo nuk është loja që dua të luaj, tha ajo, teksa doli nga shtëpia, duke i lënë të gjithë të habitur dhe të emocionuar. Banorët e mbetur u ndanë në dy grupe, disa e mbështetën largimin e saj, duke thënë se ishte një zgjedhje e saj personale, ndërsa të tjerë e kritikuan, duke e quajtur të dobët që hoqi dorë kaq lehtë. Ky largim i papritur ka sjellë një kthes të madhe në lojë dhe ka lënë një boshllëk të madh mes banorëve. A do të ketë ndonjë pasojë për këtë vendim? A do të ndikojë në dinamikën e lojës dhe në marrëdhëniet mes banorëve? Gjithçka mbetet për t'u parë. Debati mes Rozanës dhe Gertës arrin kulmin, duke shkaktuar tension mes banorëve të shtëpisë. Rozana, e irrituar nga sjellja dhe fjalët e Gertës, nuk përmbahet më dhe e sulmon me fjalë të ashpra. Ti je një shtrik e vërtet, Gerta. Nuk kam parë ndonjëherë një person më të ligë se ty. Nuk lë asnjë rast pa bërë drama dhe pa futur përçarje mes njerëzve këtu brenda. Thot ajo me nervozizëm, duke e parë drejtë në sy. Gerta, e prekur nga fjalët e Rozanës, nuk e lë me aq. Ajo ngres zërin dhe i përgjigjet menjëherë. Po ti kush je që flet për mua kështu? Ti je e fundit që mund të më gjykosh, sepse je më e keqja këtu brenda. Je manipulatore dhe hipokrite, e gatshme të bësh gjithçka për të dalë në qendër të vëmendjes.
Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë situatën nën zë, disa duke qeshur, e disa duke vënë duart në kokë nga tensioni mes tyre. Rozana, tashmë e tërbuar nga fjalët e Gertës, bën një hap para dhe me një ton edhe më të ashpër i thotë: "Unë mund të jem çfarë të duash, por të paktën nuk jam një shpifse dhe një provokuese si ti. Ti e ke hobi të shpikësh histori dhe të helmosh atmosferën këtu brenda. Askush nuk të beson më." Gerta qesh ironikisht dhe tund kokën. "Ti je vetëm një aktore e dështuar që nuk di ç'të bëj tjetër përveç se të bërtas. Kujton se mund të më trembësh me këto fjalë?" "Jo moj, Rozan, se të njoh mirë se çfarë loje luan." Atmosfera bëhet gjithnjë e më e tensionuar dhe banorët e tjerë shohin nga njëri tjetri, të habitur nëse debati do të përfundojë apo nëse do të përshkallëzohet edhe më shumë. Gerta përfshihet në një debat të ashpër me Gjestin dhe Rozanën, duke mos kursyer fjalët dhe ofendimet ndaj tyre. E irrituar nga situata dhe nga mënyra se si ata sillen në shtëpi, ajo nuk përmbahet dhe i akuzon se janë të papjekur dhe se nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se krijojnë aleanca për të manipuluar lojën. "Ju të dy jeni thjesht dy fëmijë të llastuar. Nuk bëni dot asgjë vetë, vetëm rrini gjithë kohës duke bërë aleanca dhe duke u marrë me thashetheme. Po kujtoni se do ja dilni kështu? Mos mendoni se nuk e shoh se çfarë loje po luani." Thot ajo e zemëruar, duke i parë me inat. Gjesti, i cili nuk është mësuar të qëndrojë në heshtje, i përgjigjet me një buzëqeshje ironike: "Gerta, mos e ke nga inati që nuk je pjesë e asnjë aleance. Po të doje, mund të ishe edhe ti me ne, por ja që nuk të donte njeri." Rozana, e cila nuk e duron dot tonin e ashpër të Gertës, ndërhyn menjëherë: "E di çfarë, Gerta? Ti flet sikur je ndonjë e fortë, por në fakt je vetëm një llafazane që di të bërtas dhe asgjë më shumë. Ti po përpiqesh të përçash të gjithë këtu, vetëm e vetëm që të dukesh e rëndësishme." Gerta tund kokën e nervozuar dhe qesh me ironi. "Unë të paktën nuk bëj sikur jam e sinqert ndërsa thur plane pas shpine. Ju të dy mendoni se jeni të zgjuar, por në fakt jeni qesharak. Gjithë ditën rrini bashkë duke kurdisur prapa skena, por më beso, loja juaj nuk do zgjas shumë." Debati vazhdon të intensifikohet me Gjestin dhe Rozanën që mundohen ta kundërshtojnë Gertën, ndërsa ajo vazhdon t'i akuzoj për lojën e tyre të dyshim. Banorët e tjerë ndjekin me kureshtje përplasjen, disa duke qeshur e disa duke pritur se si do të përfundoj kjo përballje e tensionuar. Debati mes Gjestit dhe Gertës ndizet në mes të shtëpisë, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjesti, i acaruar nga sjellja e Gertës, i drejtohet asaj me një ton të lartë dhe të prerë. "Ti je një shpifse e keqe, Gerta. Nuk bën gjë tjetër veç se sajon histori dhe përhap thashetheme për të nxirr të tjerët. Nuk e di a e kupton, por loja jote është e ulët dhe qesharake." Thot ai, duke e parë atë me nervozizëm. Gerta, e irrituar nga fjalët e Gjestit, nuk e lë me aq dhe menjëherë i përgjigjet me ironi: "Ah po, sigurisht. Kur them unë të vërtetën, ti e quan shpifje. Sepse të ka dal boja në Gjesti dhe e di shumë mirë që nuk mund të fshihesh më pas lojrave të tua të pista." Ja kthen ajo, duke i drejtuar një shikim sfidues. Gjesti fillon të qesh me përçmim dhe tund kokën. Po, ti qenë ke më e drejta nga të gjithë këtu. Ti që manipulon dhe fut përçarje mes banorëve, pastaj viktimizohesh sikur të gjithë të kaninat. Hipokrizia jote s'ka kufi, Gerta. Ja kthen ai me ironi. Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë nën zë, ndërsa debati sa vjen e bëhet më i ashpër. Gerta, tashmë e nxehur, afrohet dhe i drejtohet Gjestit me një ton edhe më të fortë. "Ti flet për hipokrizi? Ti, që bën sikur të interesojnë njerëzit këtu, por në të vërtetë i përdor të gjithë për lojën tënde? Mos kujto se nuk të njohim çfarë lloj personi je." Gjesti qesh sërish, por këtë herë duket më i acaruar. "Ti nuk njeh as veten tënde, jo më mua. Nëse mendon se do të dalësh mbi mua me këto akuza qesharake, e ke shumë gabim. Sepse ti je thjesht një shpifse që nuk ka asgjë tjetër për të ofruar përveç fjalëve boshe." Tensioni mes tyre rritet dhe atmosfera në shtëpi bëhet edhe më e rënduar, ndërkohë që banorët presin të shohin nëse ky debat do të përfundojë apo do të marrë një tjetër kthes më të fortë.
Ola dhe disa prej banorëve të tjerë shpërthejnë në një debat të ashpër kundër Gjestit, duke e vënë atë në qendër të kritikave dhe akuzave. Të acaruar nga sjellja dhe veprimet e tij, ata e sulmojnë me fjalë, duke i bërë të qartë se nuk e shohin si një person të denjë për të qëndruar më gjatë në shtëpi. Ti je një njeri shumë i keq, Gjesti. Nuk ke fare ndjenja, nuk e di si arrin të sillesh kështu me njerëzit, i thot Ola, me një ton të lartë dhe plot nerva. Banorët e tjerë e mbështesin atë, duke tundur kokën dhe duke i hedhur vështrime përçmuese Gjestit, i cili fillimisht përpiqet të ruajë qetësinë, por duket qartë që situata po bëhet e papërballueshme për të. Nuk meriton asgjë. Je thjesht një manipulues, një lojtar i paskrupull që vetëm mendon si të përfitojë nga të tjerët, thot një tjetër banor, duke i drejtuar një shikim të ftohtë. Gjesti ngre vetullat dhe qesh me ironi, por brenda tij dallohet një lloj tensioni. Kush jeni ju të më gjykoni? Sikur të ishit ju më të mirët këtu brenda. Të gjithë luani lojën tuaj, por unë të paktën nuk e fsheh. Kjo deklarat i acaron edhe më shumë banorët. Ola, duke mos e përmbajtur dot veten, afrohet edhe më shumë dhe i thot me përçmim, ti nuk ke respekt për askënd. Ti përdor njerëzit, krijon drama, dhe pastaj sillet sikur nuk ke faj. Ne të gjithë e kemi kuptuar lojën tënde. Tensioni rritet, banorët flasin njëri mbi tjetrin dhe Gjesti, edhe pse përpiqet të duket i ftohtë, duket se është i goditur nga sulmet. Ai shikon përreth, sikur kërkon një aleat, por këtë herë duket se të gjithë janë kundër tij. Debati mes Gjestit dhe Olës ndizet papritur, duke shkaktuar një atmosferë të tensionuar në shtëpinë e Big Brother. Gjesti, i nervozuar nga sjellja e Olës, nuk përmbahet dhe i drejtohet asaj me ton të ashpër, duke e akuzuar se ajo nuk bën gjë tjetër veç se provokon. Ti je një provokatore e vërtetë. Nuk bën asgjë tjetër, vetëm futesh mes njerëzve dhe ngatëron dynjan. Mos kujto se nuk e kam kuptuar lojën tënde, se unë s'jam budalla si të tjerët. I thot ai, duke tundur kokën me nerva. Ola, e cila nuk e pranon këtë akuzë, e kundërshton menjëherë, duke mos lejuar që Gjesti ta ulë me fjalët e tij. Po ti kush je që të më gjykosh mua? Kujton se je më i zgjuari këtu? Ti je ai që luan me njerëzit dhe mëson të tjerët si të sillen. Hipokrit. Ja kthen ajo, duke ngritur zërin. Situata përshkallëzohet dhe banorët e tjerë afrohen për të parë çfarë po ndodh. Gjesti, ende i irrituar, vazhdon, unë të paktën jam i drejt për drejt, nuk sillem si dy fytyrësh. Ti vetëm bën sikur je e mirë, por në të vërtetë je manipuluese dhe provokon qëllimisht. Ola, tashmë edhe më e revoltuar, shikon drejt në sy dhe e sfidon, nëse ka dikë që manipulon këtu, ai je ti. Unë nuk kam nevojë për lojra, nuk kam nevojë të bëj sikur. Ti je ai që përdor njerëzit për interesin tënd. Debati vazhdon të bëhet edhe më i nxehtë, ndërsa të tjerët fillojnë të ndërhyjnë për të shmangur një përplasje më të madhe. Gjesti dhe Ola shikojnë njëri tjetrin me inat, duke e bërë të qartë se ky konflikt nuk do të përfundojë lehtë. Gjesti dhe Gerta përfshihen në një debat të ashpër, ku tensioni mes tyre rritet nga momenti në moment. Gjesti, me ton ironik dhe të ashpër, i drejtohet Gertës, duke e akuzuar se ajo nuk ka guxim të marrë vendime dhe se është gjithmonë e pavendosur në lojën e saj. Ti s'ke guxim për asgjë, Gerta. As në vendimet e tua, as në debatet e tua. Edhe atë kutinë e Pandorës që e hape me frikë, sikur dikush të të detyronte. I thot ai, duke e parë drejtë në sy me një shikim sfidues. Gerta, e prekur nga fjalët e Gjestit, nuk e lë me aq dhe reagon menjëherë. Kush je ti që të më japësh leksione për guxim? Ti që vetëm fshihesh pas lojës tënde dhe manipulon njerëzit rreth teje. Unë të paktën nuk bëj lojë të pisë si ty. Ja kthen ajo, me një ton të lartë dhe të prerë. Gjesti nis të buzëqesh me ironi dhe tund kokën. Po patjetër, se ti je më e ndershmja këtu brenda, apo jo? Në fakt, ti ke frikë të përballesh me të vërtetën. Nuk guxon të marrësh asnjë vendim që mund të të ekspozoj. Unë të paktën e them troç çdo gjë. Vazhdon ai, duke u mbështetur me krah të kryqëzuar. Banorët e tjerë shikojnë debatin me interes, disa duke qeshur nën zë, të tjerë duke vëzhguar reagimet e Gertës, e cila duket gjithnjë e më e irrituar.
Mos më detyro ta them çfarë mendoj vërtet për ty, Gjesti. Sepse e di shumë mirë që ti nuk je ai që përpiqesh të tregohesh. Ja kthen ajo me nervozizëm. Tensioni mes tyre vazhdon të rritet, ndërkohë që debati duket se nuk do të mbarojë me kaq. Gjesti shpërthen ndaj Olës me ofendime të rënda, duke sjellë tension në shtëpi. Në një debat të ashpër mes Gjestit dhe Olës, situata në shtëpinë e Big Brother del jashtë kontrollit. Pas disa shkëmbimeve të forta fjalësh, Gjesti humb durimin dhe e ofendon rënd Olën, duke i thënë se ajo është një vajzë e përdal, e poshtër dhe pa moral. Ai nuk ndalet me kaq, por vazhdon ta sulmoj, duke pretenduar se Jozi i ka futur duart, gjë që bën që Ola të acarohet edhe më shumë. Mos fol për mua në atë mënyrë. Ti nuk ke asnjë të drejtë të përmendësh emrin tim në atë formë. Ja kthen ajo me nervozizëm. Tensioni rritet dhe banorët e tjerë fillojnë të ndërhyjnë për t'i ndarë, teksa Ola duket jashtëzakonisht e lënduar dhe e zemëruar nga fjalët e Gjestit. Rozana dhe Valbona i vinë në mbrojtje, duke e qortuar Gjestin për sjelljen e tij, ndërsa Jozi përpiqet të qetësojë situatën, por pa shumë sukses. Debati vazhdon për disa minuta, me Gjestin që vazhdon të ironizojë dhe të tallet, ndërsa Ola, tashmë me zë të dridhur nga zemërimi, i thotë: "Ti nuk je askush që të më gjykosh mua. Kujdes me fjalët se ke kaluar çdo limit." Situata duket se ka krijuar një ndarje të madhe mes banorëve, duke bërë që shumë prej tyre të marrin anë në këtë konflikt. A do të ketë pasoja për Gjestin pas kësaj sjelljeje? A do të përshkallëzohet më tej situata? Në shtëpinë e Big Brother asgjë nuk mbetet pa pasoja. Një debat i ashpër mes Olës dhe Gjestit, tensionet arrin kulmin në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe këtë herë, një debat i ashpër shpërthen mes Olës dhe Gjestit. Të dy kanë pasur përplasje të mëparshme, por kësaj here, situata duket se po del jashtë kontrollit. Gjesti, i njohur për mënyrën e tij provokuese dhe për tendencën për të ngacmuar banorët me batuta ironike, duket se ka arritur pikën ku Ola nuk duron më. Ajo e shikon me nervozizëm dhe, pa u përmbajtur, fillon ta kundërshtojë me tone të larta. Ti nuk je asgjë tjetër veç se një budalla, një manjak dhe një njeri i poshtër. Shpërthen ajo, duke e shikuar drejtë në sy me një shprehje të mbushur me shgënjim dhe mëllef. Gjesti qesht me ironi, si për të treguar se fjalët e saj nuk po e prekin, por kjo vetëm e acaron më shumë Olën. Pse je kaq e revoltuar? Mos vallë të ka mbetur qefi që nuk të vë më në qendër të vëmendjes. Ja kthen ai me një ton sfidues, duke e provokuar edhe më tej. Ola tund kokën me nervozizëm dhe vijon: "Jo, më ka mbetur qefi që një njeri si ti vazhdon të sillet kështu, duke i përdorur njerëzit për lojën tënde të ndyrë. Nuk ke as respekt dhe as ndërgjegje. Je thjesht një strateg që mendon vetëm për veten tënde." Banorët e tjerë fillojnë të shikojnë nga ata të dy, disa të habitur, disa duke buzëqeshur nga drama që po zhvillohet para tyre. Rozana dhe Jozi, që ndodhen pranë, fillojnë të komentojnë me zë të ulët, duke parashikuar se ky debat mund të përshkallëzohet edhe më shumë. Gjesti vazhdon të qëndrojë i qetë, por me një buzëqeshje ironike në fytyrë. Ai shikon rreth e rrotull dhe më pas i afrohet Olës, duke i thënë me një ton të ulët, por mjaft provokues: "Mos harro, Ola, kjo është një lojë. Dhe unë e luaj më mirë se ti, kështu që qetësohu pak, se nuk të shkon nervozizmi." Ola rrotullon sytë dhe përplas duart me nervozizëm. "Loj apo jo, ti je një njeri pa vlera. Dhe njerëzit jashtë po e shohin shumë mirë se kush je në të vërtetë." Me këto fjalë, ajo largohet me nervozizëm, duke lënë pas një gjesti që qesh i kënaqur, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë të komentojnë përplasjen e tyre të fortë. A do të ketë një përballje edhe më të ashpër mes tyre në të ardhmen? Apo ky debat ishte vetëm fillimi i një lufte të gjatë brenda shtëpisë së Big Brother? Debati mes Rozanës dhe Gertës përshkallëzohet me tone të larta dhe tension të madh. Të dyja janë të revoltuara dhe nuk kursejnë asnjë fjalë për njëra tjetrën. Situata bëhet gjithnjë e më e nxehtë, ndërsa të tjerët në shtëpi shikojnë të habitur se si përplasja mes tyre po del jashtë kontrollit. Rozana, e irrituar nga fjalët e Gertës, e shikon drejtë në sy dhe me një ton kërcënues i thotë: "Ik andej, mos më fol mua kështu, se të marr zvarr. Ti mendon se mund të më flasësh si të duash?
As mos se provo, se s'jam unë ajo që duron budallallqet e tua. Zëri i saj kumbon në dhomë dhe fytyra i skuqet nga zemërimi. Ajo shtrëngon grushtat dhe duket se është gati të shpërthej edhe më shumë. Gerta, e cila nuk është mësuar të tërhiqet, i kthehet me një buzëqeshje ironike. Hëmoj, çfarë do bësh? Ti vetëm fjalë ke, por unë s'kam frikë nga ty. Bën sikur je e fortë, por në fund të ditës je vetëm një aktore e keqe që s'di të luaj as lojën e vet. Debati vazhdon të nxehet, ndërsa banorët e tjerë afrohen për t'i ndarë, duke u përpjekur të qetësojnë situatën. Rozana, ende e inatosur, largohet me nerva, duke folur me vete, ndërsa Gerta tund kokën me përçmim, duke mos e fshehur as pak kënaqësinë e saj. Tensioni mes tyre sa vjen e shtohet dhe duket se ky konflikt nuk do të mbarojë këtu. Gerta dhe Rozana përfshihen në një debat të ashpër, ku tensioni mes tyre arrin kulmin. Prej kohësh, marrëdhënia mes tyre ka qenë e ftohtë, por këtë herë gjërat dalin jashtë kontrollit dhe debati kthehet në një përplasje të fortë verbale. E acaruar dhe me një ton të ashpër, Gerta i drejtohet Rozanës me fjalë të rënda, duke e sulmuar pa mëshirë. Ti je njeriu më i poshtër dhe më i keq që kam njohur ndonjëherë. Je e shtirur, manipulatore dhe e pabesë. Nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të futesh në punët e të tjerëve dhe të luash viktimën. Kujton se je më e zgjuara këtu, por në fakt je vetëm një intrigante që luan lojë të ndyrë. Por Gerta nuk ndalet me kaq. Me ironi dhe përçmim, ajo vazhdon, ti flet shumë, po ndoshta është më mirë ta mbash topin te goja e të mbyllësh gojën një herë e mirë. Boll e ndyve këtë shtëpi me lojrat e tua të pista. Rozana, e kapur në befasi nga fjalët e Gertës, nuk e lë me kaq. Me nervozizëm, ajo përgatitet për t'u kundërpërgjigjur, ndërsa banorët e tjerë shikojnë të tronditur përplasjen mes tyre. Situata rrezikon të dalë jashtë kontrollit.